Në lidhje direkte nga Shqipëria e kemi Edison Batnikaj nga Ora News. Përshëndetje Edison, nëse po na dëgjon, cilat janë trejat e fundit në lidhje me këtë rast? Ju përshëndes edhe unë nga Tirana. Në fakt, një ngjarje trondice ajo regjistruar një natë më parë në kryeqytet, në zonën e Lundrës, një zonë rezidenciale e vilave ku 4 persona pasi kishin festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit në afërsi të Durrësit, kishin marrë drejtimin për në banesën e tyre ku papritmas persona të pa identifikuar kanë hapur zjarr mbi mjetin G klas ku po lëvizin 4 personat. Në fakt, në drejtimin e këtij automjeti ishte një 32 vjeçar, i cili njihet edhe nga policia si personi shoferi i familjes e një biznesmeni në kryeqytet, i cili operon prej vitesh me fushën e policisë private, pra në policinë security, ndërsa në bordin e këtij automjeti ishte djali i tij 11 vjeç, ishte nipi i tij 17 vjeç dhe një afërm dhe një shok i fëmijëve rreth moshës së 19 vjeç. Teksa janë afruar për të futur drejt zonës rezidenciale, kanë qelluar me breshëri automatikut paktën 2 persona në drejtim të mjetit G klas dhe nga gjithë trauma e shkaktuar dhe paniku, mjeti G klas ka humbur pak kontroll dhe është përplasur në cepin e rrugës dhe nga ana e verifikimeve janë konstatuar në fakt që 4 personat kanë pasur plagë nga të shkaktuara nga gjurmët e plumbit, por fatkeqësisht qendra e 11 vjeçarit paraqitet më rënduar për shkak të plumbave që ka marrë kryesisht në pjesën e krahërorit të shkaktuar pikërisht nga arma e zjarrit. Pas nënshtrimit të një mjekimi të shpejtë në spitalin ushtarak në Tiranë, familja në negocime dhe me mjekët kanë pranuar ta dërgojnë një spital më të specializuar për t'i kryer të gjitha aparaturat e fundit me qëllim mbajtjen e jetës të 11 vjeçarit. Është një ngjarje mjaft e paqartë për shkak se nuk është ka ndodhur ndonjëherë që të qellohet mbi fëmijë, kryesisht mbi këto mosha të reja, pavarësisht se policia thotë që ka qenë një plan i mirë organizuar për shkak se autorët e kanë ditur në cilin automjet po lëvizin, e kanë ndjekur derisa kanë pasur mundësinë dhe apo kanë gjetur kushtet e duhura për të kryer edhe vrasjen apo atentatin për qëllim vrasjen e tyre. Pas ngjarjes në afërsi edhe pak një zonë jo fort të largët nga vendi ku kanë kryer dhe sulmin, është gjetur një makinë djegur që besohet të jetë pikërisht autorëve. Në fakt, në Shqipëri pas çdo ngjarje kriminale, pra që kanë një prapavi dhe qëllime kriminale autorët për të humbur çdo gjurmë të tyre apo për të mos u identifikuar si në gjurmë daktiloskopike që janë gjurmë të gishtrinëve apo të armës, djegin mjetin e tyre dhe përveç djegjes së mjetit ato përdorin edhe lëndë djegëse me qëllim që djegja e mjetit të kryhet në një interval kohe më të shpejtë, duke qenë se edhe një ditë më parë apo një natë më parë ka pasur edhe rreshje shiu në kryeqytet, ndoshta kanë pasur edhe frikën e sigurimit të provave nga ana policisë, çka mund të zbulonte edhe autorët e kësaj ngjarje dhe për këtë arsye në fakt është zbuluar një automjet i cili është djegur në afërsi të zonës ku është kryer dhe atentati, që sigurisht përputhshmëria e tyre ka të bëjë pikërisht me autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Siç e thashë edhe më sipër, po ndërpres sepse në mediat në Shqipëri është raportuar se nuk ka qenë caku ky. Kështu që sa qëndron kjo dhe cilat janë informacionet? Autorët pra ka pas një cak tjetër. Po, në fakt, duke ditur e gjithë mënyrën e sulmit me armë zjarri, ka një dyshim të policisë së shtetit për një ngatrim të shënjesës, ka do thot një ngatrim edhe të personave të cilët ishin planifikuar për t'u eliminuar fizikisht. E them këtë për shkak se para se të ndodhte ngjarja në Tiranë, një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lezhë, ku është ekzekutuar një 64 vjeçar, i cili është i njohur në zonën e Lezhës, por është edhe i njohur edhe për veprimtarinë kriminale të djalit të tij, që fatkeqësisht një vit më parë, në muajin maj, ka humbur jetën në Greqi dhe ai i ekzekutuar me armë zjarri. Bëhet fjalë për Sidorel Prendin, apo i njohur në vendin tonë si Roan Brahimi, një armiqësi e njohur dhe e prekshme me një rival kryesor në zonën e fushkryes si ai Vis Martinajt, apo edhe persona të tjerë të lidhur me të, dhe ka dyshime në fakt që vrasja e 64 vjeçarit Gjovalin Prendi ka bërë apo ka nxitur që të vijë dhe të marrë pjesë dhe të interesohet nusja e djalit, që është nusja Roan Brahimi, që jeton pikërisht në afërsi të zonës ku është kryer sulmi me armë zjarri, ka të njëjtën makinë dhe lëviz me të njëjtën G klas
që është menduar që ishte dhe zonja një fjalë dhe ka dhe të njëjtën targë, por ka një ndryshim të gërma e targës. Pra mjeti ka pasur targën MD, ky që është ka qenë shënjes së sulmit me armë zjarre, dhe ndërsa bashortja e Rohan Brahimit ka një tjetër targë, pra e gjithë përputhshmëria ka të bëjë pikërisht me një sulm të dyfishë do t'i bëhej familjes së prendi pikërisht një ditë më parë. Pra kjo është përputhshmëria për shkak se edhe gjatë deklarimeve të marra tek dy personave të cilët janë në gjendje të flasin dhe të raportojnë mbi atë se çfarë ka ndodhur, por edhe gjatë dëshmive që janë siguruar nëpërmjet familjarëve që kanë edhe kanë qenë pikërisht pjesë e sulmit me armë zjarri, nuk kanë shprehur asnjë shqetësim, nuk kanë shprehur asnjë panik, asnjë frikë, asnjë mesazh kërcënues apo asnjë indicie çka mund të çojnë deri në zbulimin e autorëve. Në të tilla kushte, hetuesit kanë krijuar dhe kanë bërë një puzzle të ngjarjes, çka më shumë të krijon dyshimin që pikërisht atentati kishte të bënte me eliminimin e dy personave më të rëndësishëm të familjes Prendi, babain e Rohan Brahimit dhe nusën e Rohan Brahimit. Edison, pra nga gjithë këto që po i lidhni, ka të bëjë kjo me hakmarrje? Është hakmarrje, është një hakmarrje pikërisht është një hakmarrje për cilën në zona e Veriut e ka mjaft të prekshëm dhe mjaft të dukshëm, kjo dhe për shkak edhe të ngjarjeve të zhvilluara ndërkohë, por që duket që saga e hakmarrjes nuk njeh kufi, nuk njeh afat kohor, nuk njeh gjini, nuk njeh sigurisht dhe nuk njeh as moshë. Pavarësisht se Gjovalin Prendi nuk kishte një precedent penal apo nuk kishte, mund të themi, forti i Katundit apo i zonës, sigurisht qënja e babait i djalit pikërisht Rohan Brahimit duke që e ka futur në ujërat e një sage kriminale të përgjithshme që tashmë sigurisht dita e djeshme prodhoi një tjetër viktimë si pasojë e kësaj sage hakmarrje. Edison, edhe një detaj tjetër më rëndësi. Në fillim fole për gjendjen e të plagosurve, sa kuptuam pra vetëm njëri prej tyre është në gjendje të rëndë, apo jo? 11 vjeçare, Vetëm 11 vjeçare. Po, vetëm 11 vjeçare për shkak se personat e tjerë kanë pasur plagë, mund themi si përfaqësore apo jo shumë të rënduara në krah apo në dorë, çka është parë arsyeshme vetëm shërimi dhe kurimi i tyre në spitalin shtetëror, për shkak se kanë qenë plumba të hequra menjëherë pas zhvillimit të ngjarjes dhe gjendja e tyre është stabilizuar. Okej. Edison, faleminderit shumë për këto informacione që na dhat në Kosova Live. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.